Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit Music Plus. Në hyrjet puntatës së ditës së sotme unë kam prezantuar 10 tetori shënohet në kalendarin historik si dita botërore e shëndetit mendor dhe është një ditë shumë e rëndësishme për të trajtuar, prandaj në ditën e sotme për të folur më tepër mbi rëndësinë e shëndetit mendor, kam në studio zonjën Nikolina Bode, drejtoreshe qendrës së kujdesit të shëndetit mendor këtu në qytetin e Korçës. Përshëndetje Nikolina, kënaqësi të jemi së bashku sot. Ju falenderoj për ftesën, kënaqësi për mua të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit. E di që sot është një ditë e ngarkuar me shumë angazhime, por e vlerësoj vërtet shumë që përpos gjithë angazhimeve gjete mundësinë dhe kohën për të përcjell zërin tuaj si profesioniste në këtë fushë tek gjithë ata që kanë mundësi për të na dëgjuar. Prandaj ndalemi së pari tek koncepti shëndet mendor. Çfarë kuptojmë sot me shëndet mendor dhe pse është kaq i rëndësishëm për mirëqenien tonë në përditshmëri? Sigurisht që duhet japim rëndësi jo vetëm sot, por çdo ditë të jetës tonë. Shëndeti mendor është pjesë e mirëqenies tonë totale, është I lidhur ngushtësisht me shëndetin fizik, vetvlerësimin, të ndjerit mirë, të qenit rëndësishëm për familjen, për shoqërinë, të qenit produktiv, pra është mirëqenie personale, familjare dhe sociale, të ndjerit dhe të qenit mirë. Prandaj fokusi jo vetëm tek ne, po në gjithë botën I jepet rëndësi shëndetit mendor, ku njeriu duhet ta vlerësoj veten e vet dhe të japë rëndësi jo vetëm ankesave fizike, dhimbjeve të pjesëve të trupit apo analizave trupore, por duhet të bëj një analizë të mirëqenies shpirtërore. Pjesë e mirëqenies totale. Çfarë do të thotë analizë e mirëqenies shpirtërore? Do të thotë të ndjerit emocionalisht mirë, të menduarit pozitivisht dhe të realizojmë detyrat, planet, projektet afatgjata dhe ato ditore dhe sigurisht po s'u ndjem mirë, nuk mund të jemi mirë për vete, nuk mund të jemi mirë për familjen, nuk mund të jemi mirë për shoqërinë dhe të japim rëndësi çdo ankese që ka të bëjë me mirëqenien tonë shpirtërore, duke vlerësuar ankesat më të thjeshta që kanë të bëjnë me gjumin, humorin, mendimet, simptomat e ankthit, simptomat, mendimet negative, këtyre duhet ju japim rëndësi. Pra, jo se nuk ka luhatje dhe individi që funksionon mirë dhe është I mirëqen. Është krejt normale kjo, që të ndjehemi të ndodhë. Po, të ndjehemi dhe ndonjë natë pa gjumë, dhe ndonjë ditë mërzitur, dhe të mendojmë ndonjëherë jo mirë, jo pozitivisht, por ajo që është shumë e rëndësishme është të duam veten tonë. Edhe pse ne kemi ulje ngritje, ne duhet të duam shëndetin dhe veten tonë. Që këtu fillon shëndeti mendor. Po nuk deshëm veten, ne nuk na duan. S'ka se si, po nuk vlerësuan veten, nuk na vlerësojnë. Pra dashuria, vlerësimi, respekti fillon nga vetja. Dhe kësaj duhet japim shumë rëndësi. Edhe besoj që ky lloj mesazhi duhet përcillet jo vetëm tek adoleshentët, tek më të rriturit, por duhet filluar që në moshë të hershme, tek fëmijët, që në ato ambientet e kopshtit të çerdhes, edhe më tej apo jo. Shumë e rëndësishme është mënyra e rritjes dhe edukimit, sepse shëndeti mendor ka kolonat e veta, themelet e ndërtimit.
Pra, si që ndërtohet një ndërtesë që ka themelet, ashtu ndërtohet dhe individi, nga pikpamja psikologjike dhe pikpamja fizike. Pra, të ndërtojmë një individ të shëndetshëm psikologjikisht dhe fizikisht, ne duhet i japim prioritet shëndetit tonë, kur konceptojmë një shtatzani, për një shtatzani të shëndetshme, të lindi një individ i shëndetshëm, të pritet me lumturi, a i beb, në psikologjin tonë, edhe pse mund t'jetë e papritur, ne ta presim pozitivisht, që të lindë një individ pozitivisht, psikologjikisht i shëndetshëm. Më vjen mirë që e kape që prej fillesës, ndoshta ne nuk e mendojmë në këtë aspekt. Sepse individi ndërtohet në fillesat e veta. Pra, fillimi dhe ndërton tiparet e personalitetit në moshën 18 vjetë. Karakteri dhe temperamenti është i lindur, ndërkohë që boshti, skeleti i pemës ndërtohet 0-18 vjetë. Ajo mbushet me fruta, me gjethe, që ne përsosemi ditë pas dite, duke korrigjuar dhe ato mangësitë komplekse tona duke u adaptuar, socializuar, ndryshuar, pra evoluar, vërtet formohemi 0-18 vjetë, por jemi qenie të ndryshueshme, të përshtatshme, adaptive, si emocionalisht, mendërisht, fizikisht dhe profesionalisht, pra për të ndërtuar një individ të shëndetshëm dhe të suksesshëm. Cilat janë ndoshta disa nga sfidat më të mëdha që përballen njerëzit, jo vetëm duke i referuar Shqipërisë, por dua të ndalem më konkretisht te Korça, duke qenë se ne jetojmë këtu në lidhje me shëndetin mendor. Shëndeti mendor ka sfida në çdo vend të botës dhe ne këtë e ndjejmë dhe prekim dhe nga lajmet e çuditshme që shohim cilat janë pasojat e problemeve të shëndetit mendor, të pakuruara, të patrajtuara. Pra, riskun që ka një problem i shëndetit mendor, duke qenë i vogël sot dhe duke bërë i madh nesër, duke u fshehur sot dhe duke u bërë i egzageruar nesër, sepse ajo që flitet me statistika në botë është që 1 në 4 persona vuan probleme të shëndetit mendor, madje flitet më shumë se 1 në 4. Sepse jo gjithë marrin atë. Dhe do ta ndaj dhe këtë në personat kontingjenti i sëmur i problemeve të shëndetit mendor, më pak se 30% marrin ndihmë dhe trajtim. 70% është pjesa që nuk njihet, që nuk kërkon ndihmë, që nuk merr trajtim. Është shumë e madhe. Është shumë e madhe kjo shifër dhe kjo ka pasoja në shëndetin individual, në produktivitetin, funksionimin ton. Këtu dua të ndaj ku diferencohet një pagjumësi, një ankth, një çrregullim oreksi, një problem humori, pjesë e normales nga pjesa anormale. Pra, të kemi një ndarje. Të mos i ngatrojmë. Të mos ngatrojmë për një pagjumësi të thjeshtë që e përjeton secili prej ne, apo një ditë humori negativ që dhe mund të përlotemi, apo nervozizmi që shprehim atë frustrimin tonë psikoemocional, ta ndajmë nga një sëmundshmëri mendore. Prishet funksionimi i individit, që do të thotë që individi nuk funksionon në familje, në shkollë, në shoqëri. Pra, nuk kryen detyrat e përditshme. Kujdesi ndaj vetes, detyrat që ka dhe funksionimin social. Këtu ndahet në qoftë se individi prish funksionimin dhe flitet, sepse ne mund të trajtojmë dhe me paftësi, me raport të përkohshëm, apo me mungesa në shkollë, kur këto persistojnë për të paktën 2 javë, ne duhet kërkojmë ndihmën e një profesionisti. Pse jo dhe me përpara, mos bëhet shqetësimi çrregullim. Çka do të thotë pse ne mos flasim me një këshillues psikologjik, me një psikoterapist, që shqetësimi mos bëhet çrregullim dhe diagnozë madhore e problemeve të shëndetit mendor. Sepse kur prishet funksionimi për 2 javë, ne jemi kontingjent për trajtim, jo thjesht nga një psikoterapist, por nga një specialist tjetër që është mjeku psikiatër. Pra ne
duhet të korrigjojmë, trajtojmë shqetësimin, që ka metoda shumë të thjeshta që na i një konsulencë, një seancë psikoterapie, një këshillues na tregon metoda të thjeshta për të dalë nga faktori stresant me të cilin përballemi, për të mos kaluar ky shqetësim në çrregullim, mos u smadhohet, sepse sa më shumë kalon koha, do më shumë kohë për korrigjim, më shumë kohë sto për trajtim, më shumë ditë pa aftësia apo mungesa në shkollë dhe përveç psikoterapisë duhet dhe futja e barnave. Pra, trajtimi i problemit dhe zgjidhja duhet të bëhet me herët, kur ne kemi një shqetësim. Është e vërtet. Duhet të di gjithashtu edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur për dhënë një pasqyrë të përgjithshme në lidhje me rolin dhe misionin e qendrës së kujdesit të shëndetit mendor që ju drejtoni, si ajo vepron në mbështetje dhe në ndihmë të komunitetit? Qendra jon ka emrin Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, ka fjalën komunitare shumë të rëndësishme që është e lidhur me komunitetin. Pra është një qendër e specializuar ku është ngushtësisht e lidhur me komunitetin, çka do të thotë, është një staf i përbër nga 2 mjek, 6 infermier, 2 psikolog dhe 2 punonjës social, puna është në ekip, ku ne presim çdo rast që vjen dhe kërkon ndihmë në qendër për të gjitha grup moshat. Për çfarë do lloj problemi, që nga vonesat e zhvillimit, probleme sjellore të folurit të vëmendjes për qëndrimit tek fëmijët e vegjël, pse jo dhe çrregullimet e ushqyerjes, të ankthit, të humorit, dhe vështirësia në të mësuar, në të nxënë për të parë problemin herët, dhe në problemet e tjera tek të rriturit, që janë madhore të shëndetit mendor, çrregullimet primare të gjumit, të ankthit, të humorit, somatoforme, çrregullimet e personalitetit, psikozat e mirëfillta, apo dhe pasojat që lidhen me abuzimet me substancat. Shumë probleme sot, ulja e moshës së përdorimit të substancave dhe lëndëve që krijojnë varësi, alkooli, lëndët narkotike, kumaret dhe lojrat e bixhoze, domethënë dhe pasojat që kanë ato, apo dhe varësia nga teknologjia, që është një kategori më vete, ku ne po e shohim ditë pas dite, çfarë probleme kanë fëmijët që rriten dhe edukohen përpara një aparati celular, iPhone-i apo kompjuterave, cilat janë pasojat në sjellje dhe në shëndetin mendor. Dhe problemet e moshës së tretë, që është një kategori janë duke ushtuar më vete, që lidhet me sëmundshmëritë e moshës, problemet organike që ata kanë, rënja e kujdesit për veten dhe me kriza sociale familjare që është vetmia dhe mungesa e personave më të afërt që sjell dëshpërimin, çrregullimet e humorit, ankthin dhe sëmundjet organike, psikoorganike të kësaj moshe që janë demencat. Dhe të gjithë kjo kategori sëmundshmërie e merr fillesën e vet të kërkimit të ndihmës tek Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Korç. Nuk duhet të ketë stigmë, nuk duhet të ketë ndrojë dhe turp. Pra, për çdo person që vuan problemet të shëndetit mendor, ne nuk duhet ta gjykojmë, por duhet ta ndihmojmë, të vendosim zemrën, shpirtin përpara gjykimit, sepse është një shqetësim si gjithë të tjerat. S'ka asnjë lloj paragjykimi të vuash nga diabeti, nga tensioni, nga dhimbjet e kockave që janë sëmundje kronike që duan trajtim, ashtu duan trajtim po një lloj dhe problemet e shëndetit mendor, pa asnjë lloj paragjykimi. Të gjithë jemi të barabartë, të gjithë kemi faktorë stresant në familje, shoqëri, faktor personal që lidhen me rritjen dhe edukimin ton të hershëm, konfliktet e hershme të fëmirisë, të cilat nuk duhet të ndihemi as pak fajtor dhe të gjykojmë veten ton për mënyrën e rritjes dhe të edukimit, por për çdo problem ne duhet kërkojmë ndihmë dhe ta zgjidhim, sepse profesionistët, ashtu si profesionistët e tjerë,
japin terapi edhe medikamente si për sëmundjet e tjera dhe për problemet e shëndetit mendor, që janë në masë dhe pa paragjykim, sepse nuk zgjedhin. Vërtet ne themi që më fragile është stresa e ullët me nivel social ekonomik të ullët, por faktorët stresantë janë aq të shumë të sot sa nuk zgjedhin dhe më të mirët që e konceptojnë veten ashtu. Pavarësisht statusit, pavarësisht statusit, profesionit, nivelit ekonomik, për të prekur nga problemet e shëndetit mendor. Ne jemi të gjithë të barabartë dhe të riskuar. Nga eksperienca juaj përgjatë këtyre viteve, a ka pasur një rritje të rasteve me problemet të shëndetit mendor, ndoshta mbas asaj periudhës që ne jemi mësuar të bëjmë një ndarje, sepse pandemia pas pandemisë pati, si thua, një boom shpërtimesh, problemesh, pasigurisht, sfidash të mëdha, jo vetëm në aspektin ekonomik të gjithë secilit prej nesh, por edhe në atë mendor dhe social. Ishte një faktor stresant për të gjithë botën, ku pasojat i ndjen dhe sot janë pasojat dhe u parashikuan që do kishte pasoja. Mbyllja, izolimi, ndërprerja e marrëdhënieve e përditshmërisë, ndryshoi përditshmëria dhe funksionimi të gjithëve. Ra niveli ekonomik, shumë persona humbën dhe vende pune, ndërprej në studime dhe shumë faktorë të tjerë, të cilët pati pasoja. Dhe jo vetëm ky si faktor, po dhe ndryshimet, do me thënë, po flasim për qytetin ton, ku vihet re një ndryshim i raporteve midis moshës së re dhe moshës së moshuar. Pra kemi rënje të lindshmërisë dhe të moshës së re, ndërkohë kemi rritje të moshës së tretë, që do vëmendje, do përkujdes, do dashuri dhe personat i kanë në distancë. Edhe pse mund t'i duan shumë, nuk kanë kohë për përkushtim, sepse ndodhen dhe larg fizikisht, i ndihmojnë financiarisht. Por nuk mjafton, Por mungon dashuria, mungon prania fizike e njerëzve, dhe këta persona duke ngelur vetëm kanë më shumë nevojë për institucione, për rezidenca të moshës së tretë, për persona të tjerë që duhet të shtojnë kapacitetet dhe personat që duhet të përkujdesen për këta persona të vetmuar. Pra ndryshimi i raporteve sociale midis moshës së re dhe moshës së tretë ka sjell problematikat që lidhen me problemet të shëndetit mendor të kësaj moshe. Dhe ajo që është më e frikshme në të dyja grup moshat, që unë do them më fragjilet, më delikatet, janë fëmijët dhe mosha e tretë. Nuk përjashtohen dhe të rriturit me probleme, por janë më të fortë fizikisht, janë më të aftë për të kërkuar ndihmë. Ndërkohë këto dy grup mosha që duan shumë vëmendje, shumë përkushtim, duan kujdes, sepse edhe fëmijët sot konsumojnë pak kohë fizike me prindrit, për shkak të angazhimeve, kohë societesës, 2-3 punësimeve, rriten nga kujdestar të tjerë, ose fëmijë që rriten nga jo prindër biologjik, me kujdestar të tjerë, nga gjyshër, prindër në emigrim, dhe këta janë fëmijë me prindër që i kanë fizikisht, po jo afër emocionalisht, apo fëmijë me prindër biologjik në distancë. Dhe këta fëmijë kanë krizat e veta përballë stresorëve të ambientit dhe shoqërisë, krizat e veta psikoemocionale shumë delikate, dhe ajo që më shqetëson në të dyja këto kategorit, fëmijët dhe moshë e tretë, janë mendimet vetë dëmtuese dhe veprimet, të cilat duhet të zbulohen, evidentohen, shikohen hershëm, në ndonjëherë na ndihmon dhe shoqëria dhe vetë komuniteti, shkolla, mësuesi, edukatori, dhe këtu duhet jemi shumë bashkëpunues midis bërthamës që quaj familjen, edukatorët më të afërt, me edukatorët sekondar, që janë çerdhja, kopshi, shkolla dhe profesionistët vinë të tretët, për ta zbuluar problemin. Duhet jemi gjithmonë edhe më tepër vigjilent, edhe më shumë bashkëpunues, më shumë vigjilent, sepse edhe jemi distancuar, edhe izoluar nga ana sociale, është paksuar, është varfëruar komunikimi, edhe nga ana sociale, me komshiun, me shoqërinë. Shumë e rëndësishme që ne të bashkëpunojmë me të gjithë aktorët për të mos u futur në lojë ligji, policia, sepse
këto kalojnë në akte të dëmshme me pasoja për vetë individin, shëndetin mendor dhe fizik dhe për komunitetin. Pra bëhemi faktorë riskant për veten tonë dhe për ambientin në tërësi, nëse ky problem nuk trajtohet hershëm në kohë dhe me aktorët më të afërt që ne kemi pranë. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak për të vazhduar bisedën në studio me zonjën Nikolina Bode. Kjo botë kërkon për një herosot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliroi, me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti. Rikthehemi në studio, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Music Plus. Në ditën e sotme jam fokusuar tek shëndeti mendor, duke qenë se 10 tetori shënon në kalendarin historik ditën botërore të shëndetit mendor, dhe për të folur në lidhje me këtë temë jam me zonjën Nikolina Bode, drejtoreshe e qendrës së kujdesit të shëndetit mendor në qytetin e Korçës. Dua të pyes në këto momente, për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe mund ta kenë edhe dëgjuesit këtë pyetje, si mund të kuptojmë kur dikush ka vërtet nevojë për ndihmë profesionale dhe cilat janë hapat e parë që duhet të ndërmerrë? Së pari, duhet të kuptojmë dhe të njohim veten tonë. Kujdesi fillon nga vetja. Nëse ne kemi ditë pa gjumësie, mendime negative, pasiguri, jemi përballë një faktori stresant që na ngarkon emocionalisht dhe ne nuk arrim të realizojmë detyrat që bëjmë çdo ditë, në punë, në shkollë, në aktivitetin fizik, në familje, kujdesi ndaj vetes. Nëse këto bie kujdesi ndaj vetes, vetvlerësimi, mendimet negative na mbysin. Humori, kaluhatje, është humori normal, humori i rënë, i ullët që prish funksionimin ton, ka dhe humor mbi normë, mbi natyrën tonë, i egzageruar, Gjithmonë ato euforik, ekstremet, që të agjiton, të nervozon, nervozizmi, ngritja e zërit, frustracioni, kur ne nuk e përballojmë dot, konfliktualiteti, çrregullime sjellore, që mund të çojnë në konflikte dhune, fizike, psikologjike, dhunë e rjeteve sociale. Pra, dalja nga vetja, ndryshimi sjelljes, të gjitha këto duhet të kapen në kohë, pa pasur pasoja për shëndetin ton, mirëqenien ton. Pra, deri tek mendimet negative për të dëmtuar veten, duhet jemi shumë larg kësaj për të kërkuar ndihmë apo për të dëmtuar tjetrin. Pra, nëse funksionimi ton psikoemocional dëmton produktivitetin ton dhe aq më tepër ka rrisje për shëndetin ton me sjellje vetë dëmtuese apo sjellje që rrezikojnë jetën e tjetrit, ne duhet të kërkojmë ndihmë shumë kohë më herët.
Është e vërtet. Dhe nuk është e vështirë për të gjetur profesionistët. Jemi në qytet dhe nuk është kërkuar ndihmë nga profesionisti, duke ju dhënë të drejtë për shumë zonave në distancë. Po dhe këtu ka mjek familje, ka shkollë, ka kopësh, ka staf psikoedukus, ka psikolog, punonjës social, me të cilin ne mund të kontaktojmë hershëm qendrat psikosociale në për rajone, për të kërkuar ndihmë, për të referuar, për të marrë shërbimin, pse jo dhe direkt në qendrën komunitare të shëndetit mendor, ku ne përmenda, është një staf profesionistësh në shërbimin tuaj, në qytetin e Korçës, për të gjithë rajonin, për të marrë ndihmë. Nëse doni psikolog, janë 2 psikologë që funksionojnë çdo ditë atje në qendër, dhe nëse ju kërkoni ndihmë nëpërmjet shërbimit psikosocial të zonës përkatëse apo mjeku të familjes, ne njoftohemi për të dhënë shërbim në komunitet për personat që nuk vinë dot në qendrën komunitare të shëndetit mendor. Është ekipi që ngrihet për të zgjidhur çdo rast urgjence në komunitet dhe shërbim në banesë. Por nga ana tjetër kemi këtë stigmën që ju e përmendët edhe më sipër. Si ne mund ta luftojmë për të pasur një shoqëri më të shëndetshme dhe për të mos pasur këtë ndrojtjen, për të shkuar dhe për të kërkuar ndihmë tek një profesionist? Prandaj ndihma duhet të kërkohet herët kur ne vim kërkojmë vetë ndihmë. Kemi akoma gjykimin dhe kritikën dhe sigurisht që ruajtja e etikës mjekësore, kudo që shkojmë, edhe për sëmundje të tjera, së pari është etika mjekësore për të ruajtur sekretin e pacientit. Pra, ne kërkojmë ndihmë në qendrën komunitare, ku atje jemi të gjithë të barabartë për të kërkuar ndihmë, dhe konfidencialiteti ngelet midis terapistit dhe individit. Dhe është më mirë të korrigjohet problemi kështu, apo nëpërmjet referimit të mjekut të familjes, ku përsëri ruhet etika, konfidencialiteti dhe gjithçka tjetër, se sa ne të bëhemi rast mediatik, policor apo ligjor me vepra penale. Kështu bëhet më i dukshëm problemi. Dhe na merr vesh gjithë shoqëria, kur në të kundërt ne kërkojmë vetë ndihmën e profesionistët, ne kërkojmë ndihmën e personave më të afërt, ja hapim problemin, sepse në shëndetin mendor, ndarja e problemit është gjysma e zgjidhjes. Pra komunikimi me personat më të afërt dhe më të besuar që kemi, motër, vlla, nën, prind, familjar, personel arsimor, staf, apo një shok, një mik i ngushtë që ne vërtet na ndihmon për të kërkuar ndihmë. Pra, ndarja e problemit është gjysma e zgjidhjes. Mbajtja për vete e problemit, fshehja e problemit mund të ketë një pasojë nesër, dhe ne duhet të parandalojmë pasojat për të bërë mediatike, policore apo ligjore. Edhe situata pasaj është edhe më e rënduar, edhe për ne, por edhe për rrethin tonë të ngushtë. Vetë mediatizimi, përhapja, ka pasojat e saj psikologjike. Prandaj, unë bëj thirrje sot për të kërkuar herët ndihmët e profesionistët. Pse jo dhe vetë, pse jo me një familjar, pse jo me ndihmën e mjekut të familjes, të personave të besuar. Problemi është lehtësisht i zgjidhshëm. Dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, në kuadër të ditës së sotme, në ditën botërore të shëndetit mendor, cili do të ishte mesazhi juaj për dëgjuesit tanë? Gjithë emisioni ishte një mesazh dhe çdo ditë duhet japim vëmendje shëndetit mendor, ashtu siç flitet për tetorin roz dhe shëndetin e grave, dhe çdo ditë duhet jepet. Shëndeti mendor është një datë që ne na kujton, na rikujton, por ne duhet ta kemi në fokus çdo ditë mirëqenien tonë psikoemocionale, për mirëqenien tonë totale, familjare dhe sociale. Faleminderit. Zonja Nikolina, ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme. Ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë në studio, edhe për çdo mesazh ju përcollet për dëgjuesit tanë. Ne përfundojmë bisedën në studio, të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Ne miq shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi për të vazhduar së bashku minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus sot. Faleminderit.
shpëtimi ti Zot.